Hoxha Shakik el-Balkhi e ndal Hatim el-Asammin dhe e pyet dhe i thot: ja Hatim, që sa vite je që më shoqëron? Tha që 33 vite plotësisht pi mbushimi. Tha ke mundësi se çfarë përfitove nga unë, çka mësove nga unë gjatë 33 vite? I përgjigjet Hatim el-Asam thot: gjatë 33 vite i kam mësuan 8 mesele të çështje. Thot: ja Hatim, 33 vite vetëm 8 mesele, vetëm 8 çështje. Tha: ti na ke mësuar se mos me gënjejt asnjëherë në jetën tonë. Tha: po të flas drejt e po të tregoj se atë që e kam përfitu nga ti gjatë shoqërimit 33 vite janë vetëm 8 mesele. Tha: mi trego, mi shpalos, ma trego se cilët janë këto 8 mesele që ti mësove gjatë këtyre viteve. Tha: çështjen e parë që e mësova nga ti, se njerëzit do e mos duen të dashurojnë dikan. Dikush dashurohet në vetjen e tij, para të rgaj qëndëron me orë para pasqyrës. Disa shoqërohen komoditetin e dunjas, disa shoqërohen dikan këtë dunja. Tha: mirë, po i pash se kur të vdesin të varri këtë këto që i kanë shoqëru pilishin, vetëm një çështje ishte që me shoqëron të atë dhe në varë, si që ka thonë pejgamberi Allahu, se njeriu kur të vdesë, ata e përcjellin 3 çështje, e përcjellin familja dhe pasuria, dijet ngelin jashtë ngel e treta me ta vepra. Për këtë arsye tha e pas, se njerëzit të cilët janë dashurun diçka në këtë dunja, janë da me to, kanë ngel me to vetëm vepra e tyre. Tha: unë jam ka për vepra të mira që të më shoqërojnë me shpresë kur do të vdes atë ditë. Pa pejgamberit Allahut erë Gjibrili a.s. dhe i tha: ish ma shite fe inneke mejit, jetot sa të duash se pa vdek një ditë se ke qare. Dashuron kanë të duash, dashuron kanë të duash, se pa unda prej tyre se ke qare. Vepro çfarë të duash, se për ta ke mu llogarit dhe mu shpërble, apo mund të shkon ditën e gjykimit. Pra kjo është mesela që Hatim el-Asami e para që mësoj. Tha: e dyta mesela, tha, e mësova avaljen Allahut Azza wa Jall, që thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim: fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Kush ka frikë dëro se ka me dal një ditë para Zotit vet dhe frenon epshin e vet, e kontrollon dëshirën e vet, tha: aja xhenetlia që het si për faqen e tokës, vend strejmorja e ti a xheneti. Hatim el-Asam tha: unë përpiqa që ta frenoj epshin tim, ta kontrolloj dëshirën time dhe ta nënshtroj dëshirën time vetëm ati ku Allahu Azza wa Jall është i kënaqur. Kjo është e dita që unë e mësova nga ti. Çështjen tretë që e mësova nga ti, tha e po se njerëzit çdo sen diçka që e kanë të çmuar, shkojnë e sigurojnë, e lanë në një vend më të sigur që e posedojnë. Tha: kur e lexova fjalën Allah dhe kur e ndëgjova dhe mësova, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ajo që është në dorën e ju, pa marrë parasysh ku e le, pa marrë parasysh kush të garanton, ajo ka mu zhduken, ka mu hargju dhe ka me mbaru. Mirë, pa ajo që në dorën e Allahut Azza wa Jall, ajo ka me ngelën, dhe ajo është e përhershme. Për atë të çmuar që e posedoj, tha: gjithë njaja kam afru Zotit tim. Atë që e kam dash unë mas shumë ti e kam dhonë, e kam lënë dorën e Zotit tim, që mos të jetë e përkohshme, mirë po të jetë të përhershme. 4 çështje vëllezër të ndershëm që thot Hatim el-Asam, e mësova nga Hoxha Shakik el-Balkhi, tha:
I pash njerëzit në këtë dunja, se njerëzit o krenoshin dikush me farefisni, dikush me prej ardh, dikush me aftësi, dikush me pasuri. Mirë po thajmë sova nga ti fjallën Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall tha: inna akramakum inda Allahi atqakum. Ma i qëmuar, ma i ndershmi tek Allahu Azza wa Jall është ai cili ka dëro më shumë Allahu. Ma i ndershmi tek Allahu Azza wa Jall është ai cili ka dëro më shumë Allahu. Tha u përpiqa unë që të arrit dhe vaqëmarin, që të jem ma i ndershmi, ma krenari tek Zoti jem. Tha i bashë njerëzit se hin hasmi me njëni qetrin, e gjëlëzojnë njëni qetrin, janë ata që nuk pajtohen me njëni qetrin. Dhe këtë pasi që e shfletova fjallën Allahut Azza wa Jall, që thot Allahu Azza wa Jall: nahnu qasamna bejnehum ma'ishetehum fil hayati dunja. Ne jemi ata të cilët i kemi përcaktu marirën e jetesës së njerëzve. Tha atëre lash gjelozin dhe nuk e gjelozova askënd. Nëse e shof dikan që e ka zërin e bukur, nuk e gjelozova atë për çkak se Allahu Azza wa Jall e din pse ati ja ka dhuru atë. Nëse e pash dikan më të ditër se unë, nuk e gjelozova dhe atë, për çkak se di se Allahu Azza wa Jall vepron me urtësinë dhe përcaktimin e tij. Dhe Allahu Azza wa Jall çdo kujt i ka dhënë diçka që nuk i ka dhënë të tjerëve. Kja përcaktim dhe caktimi Allahut. Çfarë të gjelozoj ato ledha të ndërshëm? Faktikisht unë gjelozoj ndaj një begatie që Allahu Azza wa Jall e ka stolis dikan që thonte Hasan al-Basriu, me pasqen që e gjelozoj dikan, e kisha gjelozu atë xhenet lion, për çkak se ma fitimtari është ai cili e fiton xhenetin Allah dhe shpëton nga dëshkimi Allah. Tha i bashë njerëzit që mallkojnë njëri tjetrin, janë njerëzit në smir me njëri tjetrin. Mirë po tha, unë nuk e gjelozova askën për çkak se kuptova kjo është prej caktimit Allah, a për zgjedhje Allahut. Faktikisht kur të gjelozoj atë, e kam gjelozu Zotin tim, pse Allahu ati ka dhonë dhe mus m'kam ka privu dhe s'm ka dhonë. Edhe pse ndoshta dhonja dhe pasuria dhe begatia që Allahu ja ka dhuru ati, ndoshta e privon nga mirësitë e xhennetit në ahiret. Para thonë të Ibn Qayyim kanë Allahu Azza wa Jall stolis me diçka prej kësaj dunjas, dhe dunjaja bëhet shkak që ta harron Zotin e vet, ta harron ahiretin e vet. Faktikisht Allahu këtij njeriu si ka dhënë. Nëse Allahu i merr dikujt diçka prej kësaj dunjas dhe bëhet shkak që ai t'i kthehet Zotit vet, Allahu i ka dhënë. Sa njerëz nuk kanë hinë xhamin shtëpinë Allahut kur në jetën e vet, vetëm ditën kur janë sprovu, sikur mos të kishin sprovu, ato kishin ngelen jashtë shtëpive të Allahut. Pra Allahu i ka sprovuan që të hinë në shtëpinë Allahut. Pra mos prit Allahu me të sprovu që ti me jo kthi Zotit tanë, ktheu me dëshirën tënde para se Allahu të kthen për edhe të ndërshëm. Për këtë arsye tha se gjelozova askënd, dhe i bashë njerëzit që armiqsojnë njëri tjetrin, njerëzit që janë në hasmi me njëri tjetrin. Mirë po e mësova nga ti fjallën Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall thot në Kurani Kerim: inna shejtane lakum adua fattakhidhuhu adua. Atë të cilën duan të kenin hasmi a shejtani, tanë jetën tane mos ban armpushim me ta, mos ban mitësi me ta, mos ban paq me ta, ban paq dhe
vllazëri me vllavin ton, a shejtanin banarmi këtën jetën tonë, para ta dhe i dashta të gjithë besimtar, dhe nuk u armitsova dhe nuk u përqendrova në armitsi, vetëm shejtanit ku Allahu më mësoj se kanë ondohen të armitsoj dhe si duhet on të armitsoj dhe si duhet on të inatosi atë, dhe asnjëherë mos pajtona me ta dhe mos të miqësona me ta. Gjithashtu prej meseleve shtata që e mësova nga ti, tha i bashkë njerëzit që lodhen dhe raskapitën, po shpeshherë i shkeli dhe kufit e Allahut Azza wa Jall për të përfituar diçka prej dunjas, ndërsa gjatë këtyre viteve tha, unë mësova një fjalë në Allahut Azza wa Jall nga gjuha jote që thot Allahu Azza wa Jall, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu dhalika fi kitabim mubin. S'ka krijes dhe gjallënes që eci për faqen e tokës, dhe vetëm Allahu ka bërë përsi për të furnizon atë. Ta pita vetën time kur e ndëgjova nga gjuha juaj këtë fjallë, thash, a nuk jam unë një gjallënes që eci si për faqen e tokës? Nëse dhe bubrecat dhe insektat të cilët ecin mbi sipërfaqen e tokës, Allahu ka morë përsi për furnizimin e tyre. Allahu ka morë përsi për që Allahu që atë shloje riskin atyre. Allahu ka morë përsi për që ti mbikëqir ato, pse Allahu Azza wa Jall mos të mbikëqire mu. Për këtë arsye tha uratova zemra ime kur e dita se riskun Allahu ma ka caktu dhe s'ka kush mundësi që mu me ma grabit atë të cilën Allahu ma ka përcaktu. Tha pushoj zemra ime në atë që Allahu Azza wa Jall, në atë të cilën Allahu Azza wa Jall në tregoj dhe në njoftoj. Dhe me selën e tetë tha që e mësova nga ty, tha i bashkë njerëzit të cilët janë bështet dikan. Dikush anë bështet në pozitën e vetë, dikush anë bështet në po qeverin e vetë, dikush anë bështet në aftësin e vetë, dikush anë bështet në pasurin e vetë. Mirë po tha e mësova nga ty fjallën Allahut Azza wa Jall, që thot Allahu Azza wa Jall, wa men yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Kush i mbështetet Allahut Azza wa Jall, Allahu ati do t'i mjaftoje. Tha i lash këto krejt që i mbështetën krijesave, jo mbështetën krijuesit, e kujt si mjafton krijuesi, let holëm ton mas krijesave. Mirë po ka me arë një ditë që ka mu shkënjë nga ato që është mbështet në to. Ti që jo ki mbështet aftësive tua, një ditë ka me shkënjë aftësia jote. Ti ju ki mbështet qeveristane, qeveria jote ka me të lona në vledhët të ndeshëm në rrugë dhe në trotuar. Ti që ju ki mbështet në njerëzve krijesave, krijesat kanë me trallton një ditë. Mirë pa Allahu Azza wa Jall është ai i cili nuk shkënjen asnjëherë. Allahu është ai i cili nuk telen asnjëherë. O me i yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Kush i mbështetet Allahut Azza wa Jall, Allahu ati do t'i mjaftohen. Tha janë këto 8 mesele që i mësova rreth 33 vite. A di Shakik el-Balkhiu çka i tha Hatim el-Asam, tha ja Hatim, deri sot ke qenë talebja ime, beso se sot unë o bona talebja jote, nga se unë mësova prej ti e diçka që unë si kam kujshtu rëndësi apo kujdesje. Pra Hatim el-Asam ishte ai i cili e kupton të se me mësua nuk do me thonë vetëm me memorizu dhe me transmetu dhe me fol. Mirë po qëllimi ditoris a me veperu dhe me tafru tek Allahu Azza wa Jall. I mjaftuan Hatim el-Asam 8 mesele që tja kushton 33 vite. Pite vetën tonë gjatë këtire viteve çfarë ke mësu që t'ka bo dobi dhe t'ka afru tek Zoti jot.